Horoskopi ditor, 31 janar 2026, Dashi. Sot e gjen veten në një situatë pak të çuditshme, nga njëra anë ke dëshirë të lëvizësh e të provosh gjëra të reja, por nga ana tjetër diçka të mban brenda vetes dhe të shtyn të qëndrosh i tërhequr. Ky tension vjen sepse dy planetet e rëndësishëm, Afrodita dhe Jupiteri, nuk po merren vesh mirë me njëri tjetrin. Kjo mund të bëjë që mund të ndodhë që të thuash diçka dhe tjetri ta marrë ndryshe, ose thjesht koha nuk është e duhura për takime të rëndësishme. Mund të ndihesh i pasigurt për atë që ndjejnë të tjerët për ty ose të kesh dyshime nëse duhet t'i besosh plotësisht një miku apo kolegu. Meqense shumë njerëz kërkojnë vëmendjen tënde, mund të ndihesh i shpërndar dhe nuk e di mirë se cili është hapi i radhës. Këshilla më e mirë për ty sot, mos u nxito. Nëse ndihesh i dyzuar, ule pak ritmin. Nuk ka asgjë të keqe të qëndrosh pak në hije derisa të qartësosh mendimet. Lajmi i mirë është se pasdite dhe mbrëmje energjia ndryshon për mirë. Gjërat do të fillojnë të rrjedhin më natyrshëm dhe do ta kesh më lehtë të bashkëpunosh me të tjerët. Do ta gjesh veten duke analizuar me qetësi marrëdhëniet e tua dashurore apo shoqërore, dhe kjo do të ndihmojë të vendosësh harmoninë që të mungonte në mëngjes. Demi, sot mund të ndihesh paksa jashtë rregullit tënd të zakonshëm, sidomos kur bëhet fjalë për punën, karrierën ose mënyrën se si të shohin të tjerët. Një përplasje e vogël mes Afroditës dhe Jupiterit mund të krijojë një dilemë të brendshme. Një pjesë e jotja kërkon të sqarojë çdo gjë dhe të mbrojë pozicionin e vet, ndërsa pjesa tjetër thjesht dëshiron t'i lërë gjërat të rrjedhin e të mos merret me to. Bëj kujdes me premtimet që dëgjon apo jep sot, sepse ka mundësi që ato të mos realizohen siç pritet. Mund të ndodhë gjithashtu që të kesh rrotull njerëz që nuk e vlerësojnë sa duhet mundin tënd, ndaj mund të duhet të vendosësh disa kufi të qartë për të mbrojtur veten. Nëse ndihesh i pasigurt ose i pavendosur për hapin e radhës, mos u nxito. Sot nuk është dita për të vepruar me rrëmbim, përkundrazi, lënia e gjërave për pak më vonë ose ngadalësimi i ritmit është zgjedhja më e mençur. Fatmirësisht, me kalimin e orëve, kjo mjegull fillon të largohet. Nuk do të jesh më aq i mbingarkuar me mendime dhe do ta kesh shumë më të lehtë të bashkëpunosh me të tjerët. Do të shohësh se si situatat fillojnë të qetësohen dhe do ta gjesh shumë më thjesht atë rrugën e mesme që të falë qetësi dhe ekuilibër. Binjakët, gjatë pjesës së parë të ditës mund ta kesh të vështirë të kuptosh se çfarë dëshiron vërtet. Mund të fiksohesh pas diçkaje që mendon se të duhet, por shumë shpejt do të kuptosh se ajo nuk është zgjidhja e problemeve të tua. Edhe pse në përgjithësi këto kohë po tregosh më shumë dashuri dhe po sheh me besim drejt së ardhme, kjo ndodh kryesisht për shkak të disa ndryshimeve në vlerat që ke ti në raport me të tjerët. Kujdes, sepse pa dashje mund të dukesh pak i ftohtë ose i largët me njerëzit, ose mund të tundohesh të shpenzosh para për gjëra që mendon se do të bëjnë të ndihesh më mirë, por që në fakt janë thjesht një mjet për të larguar shqetësimin e brendshëm. Megjithatë, ndërsa dita përparon, situata ndryshon pozitivisht. Njerëzit rreth teje do të kenë një ndikim të mirë, duke të nxitur me butësi drejt veprimeve interesante apo aktiviteteve të reja. Energjitë janë të shkëlqyera për të analizuar gjërat me kujdes, por pa arritur në pikën ku të stresosh veten. Një harmoni mes Mërkurit dhe Venusit do t'i mbajë bisedat të këndshme, të hapura dhe miqësore, duke e bërë këtë një moment ideal si për punë, ashtu edhe për argëtim. Do të dish të gjesh ekuilibrin mes detyrimeve dhe dëshirave të tua me shumë elegancë. Gaforia, duket se dita juaj po nis me një lloj tërhiq e mos e kaput mes dëshirës për afrimitet dhe nevojës për pavarësi. Për një gafore, kjo ndjesi është mjaft e njohur, dëshira për të qenë pranë të tjerëve, por edhe frika se mos humbisni veten ose lirinë tuaj, meqense parashikimi thotë se energjia do të përmirësohet gjatë ditës. Ja si mund ta menaxhoni këtë luhatje. Mëngjesi, mbroni qetësinë tuaj, vendosni kufi të butë. Nëse ndiheni sikur të tjerët po ju mbytni, është në rregull të tërhiqeni pak. Nuk keni nevojë të jepni shpjegime të gjata, mjafton pak kohë për veten, mos nxitoni, me që ndjenjat mund të ftohen e ngrohen shpejt.
Shmangni vendimet e mëdha në dashuri deri pas dite, kur gjërat të jenë më të qarta. Pasditja, shfrytëzoni rrjedhën pozitive, përqendrohuni te produktiviteti. Kjo është koha ideale për të marrë me financat, shtëpinë ose një projekt që kërkon vëmendje. Kjo do t'ju jap një ndjesë stabiliteti, fuqia e gjesteve të vogla, një mesazh i sjellshëm ose një falënderim i sinqert do të bëjë mrekulli sot. Komunikimi do të jetë pika juaj e fortë drejt mbrëmjes. Luani. Për ty luan, dita nis me një mjegull që e bën pak të vështirë të vlerësosh gjërat ashtu siç janë në të vërtetë, sidomos kur bëhet fjalë për ekuilibrin mes privatësisë tënde dhe dëshirës për të qenë me të tjerët. Ky konflikt i brendshëm vjen si pasojë e një përplasjeje të vogël mes Venusit dhe Jupiterit, ndaj është e rëndësishme të ndalesh dhe të kuptosh nëse emocionet që ndjen burojnë nga zemra apo thjesht nga një pasiguri e momentit. Nëse ndjen se diçka po të çon në një rrugë pa krye, është koha të shohësh alternativa, por tregohu i kujdesshëm që të mos hidhesh në veprime të nxituara vetëm prej frustrimit. Mënyra më e mirë për ta kaluar këtë pjesë të parë të ditës është duke i marrë gjërat shtruar. Hap pas hapi, pasi kjo do të bëhet shumë më e lehtë me kalimin e orëve. Edhe pse do të jesh aktiv, do të dish ta ruash ritmin tënd pa u lodhur, gjë që është ideale për momentin. Do ta gjesh veten më të hapur për të analizuar çështje shumë personale, por me një lloj distancimi të shëndetshëm që të lejon të jesh objektiv. Kjo është një mundësme e shkëlqyer për të sqaruar qëllimet e tua në një marrëdhënie ose thjesht për të parë me më shumë qartësi se cilat janë nevojat e tua të vërteta. Virgjëresha, për ty virgjëresh, pjesa e parë e ditës mund të ndihet paksa e çorganizuar, pasi një lloj shqetësimi i paqartë mund të bëjë të vështirë përqendrimin te rutinat e tua të zakonshme. Do ta gjesh veten mes dy zjarreve, dëshirës për të argëtuar e për të dalë me miq dhe detyrimeve apo punëve të shtëpisë që të presin. Mund të jetë sfiduese të kënaqësh një mik në këto momente, por është e rëndësishme t'i kujtosh vetes se nuk mund të jesh gjithçka për të gjithë. Mos u ndje në faj nëse nuk i përmbush pritshmëritë e të tjerëve ndërkohë që po përpiqesh të menaxhosh prioritetet e tua, fatmirësisht, ndërsa dita përparon. Situata ndryshon dhe energjitë bëhen shumë më mbështetëse për miqësitë dhe bashkëpunimet. Njerëzit do të jenë më bashkëpunues dhe bisedat rreth marrëdhënieve apo bindjeve personale do të falin frymëzim dhe kënaqësi. Do të arrish ta menaxhosh kohën tënde me mençuri dhe ky ritëm i moderuar do të bëjë të ndihesh në kontroll. Është momenti perfekt për të lënë mënjan stresin e mëngjesit dhe për t'u lidhur me njerëzit që ndajnë të njëjtat vlera me ty. Peshorja, jo çdo gjë po shkon në vendin e vet sot, e dashur peshore, por gjithsesi je në rrugën e duhur me lajmet që po merr apo projektet që ke në dorë. Gjatë pjesës së parë të ditës mund të përballesh me sinjale të përziera që duhen deshifruar, si dhe me vështirësi në gjetjen e ekuilibrit mes punës dhe jetës private. Ka sens që të ngadalësosh pak ritmin dhe t'i shtysh vendimet e rëndësishme, të paktën derisa të kesh më shumë qartësi për nevojat e tua dhe të tjerëve. Njerëzit rreth teje mund të ndihen të frustruar nga vëmendja jote e ndarë, por nga ana tjetër, as për ty nuk do të jetë e lehtë t'i kuptosh ata në çdo moment, mos u shqetëso. Sepse kjo gjendje është kalimtare. Ndërsa dita përparon, energjitë bëhen më të mira dhe të nxisin drejt një ambicie të butë dhe të këndshme. Do të jesh më e prirur të vlerësosh gjërat e bukura të jetës dhe do të ndjesh kënaqësi duke bërë përpjekje që sigurojnë të ardhmen tënde në një mënyrë apo në një tjetër. Është një moment i mirë për të fokusuar te stabiliteti dhe për të shijuar frytet e punës sate me qetësi. Akrepi, një aspekt sfidues mes Venusit dhe Jupiterit në pjesën e parë të ditës mund të luajë pak me pritshmëritë e tua dhe të shkaktojë disa vonesa ose keqkuptime në kohë, i dashur akrep. Mund ta gjesh veten duke i mbajtur të tjerët në distancë, ose përpjekjet për t'u afruar me dikë mund të ngjallin një lloj shqetësimi të brendshëm. Nuk është dita ideale për intimitet, pasi njerëzit rreth teje, përfshirë edhe veten tënde, janë përgjithsisht të vështirë për t'u kënaqur sot.
Syno t'i marrësh gjërat shtruar ndërsa sqaron atë që dëshiron vërtet dhe jepu të tjerëve hapësirë të bëjnë të njëjtën gjë për të pasur rezultate më të mira. Me kalimin e orëve, do të fillosh të dallosh përfitimet e të ecurit hap pas hapi. Edhe gjërat e mira mund të kthehen në barë nëse e tepron me to apo nëse ngarkohesh më shumë se ç'duhet. Nuk ja vlen të marrësh përsipër detyra të reja nëse kjo të konsumon energjinë apo të harxhon durimin. Fokusohu te cilësia dhe jo te sasia dhe lëre ditën të rrjedh pa e sforcuar veten drejt situatave që nuk të bëjnë të ndihesh rehat. Shigjetari, aftësitë e tua komunikuese janë në formë mjaft të mirë këto kohë, i dashur shigjetar, pasi Venusi po favorizon mënyrën se si shprehesh. Bisedat mund të jenë shpërblyese dhe njerëzit i gjejnë idetë dhe stilin tënd të komunikimit mjaft tërheqës. Megjithatë, në pjesën e parë të ditës mund të hasësh disa pengesa të vogla për të përcjellë mesazhin tënd ashtu siç duhet, por kjo është krejtësisht e përkohshme. Bën mirë të tregosh kujdes ekstra që të jesh sa më i qartë në ato që thua. Edhe pse marrja me punët e mbetura pezull nuk duket as pak tërheqëse tani, përfundimi i tyre do të ndihmojë të reduktosh stresin dhe atë ndjesinë bezdisëse të fajit që vjen kur di se ke lënë gjëra pas dore. Mund të ndihesh paksa në ankth ose i konfuzuar nga sinjalet e përzierura që merr, por ndërsa dita përparon, do ta shohësh se tërheqja për të reflektuar mbi ndjenjat e tua do të bëjë mirë. Analizimi i emocioneve me qetësi do të ndihmojë të fitosh një perspektivë të re. Duke mbajtur pritshmëri të arsyeshme ndaj vetes dhe të tjerëve, do të arritësh t'i menaxhosh situatat me mjeshtëri dhe të rifitosh ekuilibrin tënd të zakonshëm. Britsjapi, me Venusin që po qëndron në shtëpinë tënde të dytë diellore, këto ditë po sjellin më shumë kënaqësi dhe shije për gjërat e bukura, i dashur britsjap. Mund të gjesh veten duke grumbulluar gjëra të reja ose duke zbukuruar ato që ke tashmë. Megjithatë, gjatë pjesës së parë të ditës mund të tundohesh nga disa teka të momentit, pasi Venusi dhe Jupiteri krijojnë një kënd paksa të sikletshëm. Nëse ndihesh i shqetësuar, është ide e mirë të përpiqesh të kuptosh se çfarë po të mundon vërtet në brendësi. Një ndryshim vlerash medik mund të bëhet shkak për debat dhe vështirësitë në marrëdhënie me të tjerët mund të lindin kryesisht për shkak të ndjeshmërisë së tepruar apo egzagerimeve. Gjërat bëhen më të thjeshta për t'u zgjidhur me kalimin e orëve, kur shkëmbimet e këndshme bëhen më të mundshme. Është një kohë e mirë për të analizuar çështjet emocionale, por ndoshta vetëm në sipërfaqe, pasi nuk është momenti ideal për lidhje shumë të thella apo për një mirëkuptim total. Përqendrohu te ajo që është praktike dhe e dukshme për momentin dhe lëri diskutimet e rënduara shpirtërore për një ditë tjetër kur energjia të jetë më e qëndrueshme. Ujori, me Venusin në shenjën tënde këto ditë, i dashur ujor, dëshirat e tua janë të menjëhershme dhe të forta. Megjithatë, gjatë pjesës së parë të ditës, ato mund të mos pasqyrojnë vërtet atë që ndjen në zemër, pasi Venusi krijon një aspekt të ndërlikuar me Jupiterin. Në fakt, në një farë niveli, dëshirat e tua mund të nxjerrin nga rruga e duhur, sidomos nëse po përpiqesh të shmangesh disa gjërave ose nuk je ende gati të përballesh me ndjenjat e tua të vërteta. Ka kuptim që t'i shtysh zgjedhjet e mëdha nëse është e mundur dhe t'i japësh vetes hapësirë për të eksploruar dhe zbuluar pa presion. Njerëzit mund ta kenë të vështirë të prekin tema të thella me ty sot. Pasi mund të jesh pak i hezituar për t'u hapur rreth çështjeve personale për momentin, gjithsesi, situata ndryshon plotësisht me kalimin e orëve. Ndërsa dita përparon, do të ndjesh kënaqësi të madhe duke ndarë idetë dhe opinionet e tua për çështje më të gjera dhe globale. Do ta shijosh shumë komunikimin intelektual dhe shkëmbimin e mendimeve. Adoptimi i një qasjeje të moderuar dhe të ekuilibruar ndaj jetës do të falë një ndjesë qetësie dhe përmbushjeje. Është koha e duhur për t'u fokusuar te bisedat që të frymëzojnë, duke i lënë analizat e thella emocionale për një moment tjetër kur të ndihesh më i sigurt. Peshqit, energjitë janë paksa delikate për marrëdhëniet në pjesën e parë të ditës, të dashur peshq. Mund të gjeni veten në kundërshtim me të tjerët dhe arritja e një marrëveshjeje ose kompromisi nuk do të jetë e lehtë.
Një pjesë e kësaj vjen sepse nuk jeni të sigurt nëse duhet të ndiqni diçka që dëshironi apo të prisni që të tjerët të vinë të ju, duke ju lënë paksa të konfuzuar mes alternativave. Edhe pse këto kohë po përpiqeni të bëni paqe me të kaluarën, sot është e vështirë të shihni gjërat me qartësi. Venusi krijon një përplasje me Jupiterin, duke nxjerrë në pa një mospërputhje mes dy dëshirave të forta, nevojës për t'i marrë gjërat shtruar e për të procesuar emocionet, dhe dëshirës për të ecur përpara e për të shijuar jetën në mënyrë spontane. Mënyra më e mirë për të vepruar është të ngadalsoni ritmin dhe të kuptoni se çfarë keni vërtet në zemër përpara se të ndërmerrni hapa konkret. Me kalimin e orëve, do ta vëreni se një qasje e moderuar funksionon më së miri dhe do ta kuptoni këtë në mënyrë intuitive. Përvoja juaj e kaluar do t'ju vijë në ndihmë për të naviguar situatat me qetësi. Kur të gjeni ekuilibrin e duhur, do të jetë shumë më e lehtë të komunikoni dhe të ndiheni në paqe me zgjedhjet tuaja.